Pra, që realisht i trajtojmë, po ashtu i shtjellojmë edhe tentojmë të paktën të zbatojmë secili prej nesh që praktikon fen islame. Si ti bartim edhe jashtë muajit të Ramazanit, thjesht të jetojmë me po të njëjtin solidaritet, me po të njëjtën qasje, me po të njëjtat mirësi që i kemi në muajin e shenjtë, thjesht i kemi gjatë gjithë vitit. Na nëse dojmë me na mbet këto vlera edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit, do të mundu që atë pyetjen që e bane më herët me shfrytzu kohën maksimalisht me u mirë me veten tonë. Edhe më mundu se Ramazani është një shkollë, një trajnim i cili përfundon. Mirë po ato mësimet e këtij trajnimi edhe të kësaj shkolle duhet me na mbet spaku deri në Ramazanin e ardhshëm që më na dhoni që thonë popullit tek ne një shtyme. Këto vlerat duhet më mundu që me ushqy sa më shumë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, duke u përgatitur atje para se marrë Ramazani, pastaj duke u ushqy edhe në Ramazan, edhe duke vazhduar edhe pas Ramazanit. Jo rastisht, për shembull, ka mbet edhe agjërimi 6 ditëve pas Ramazanit, pas Bajramit, që ka thënë Muhamedi alayhis salam, kush agjeron Ramazanin, edhe agjeron edhe 6 ditë pas Ramazanit, e ka shpërblimin tek Zoti sikurse me agjeru komplet vitin. Cilave ditë duhet agjerohet në mënyrë që t'i zëm këto 6 ditë? Duhet jenë njëra pas tjetrës? Mundemi edhe, është domethënë muaji pas Ramazanit që është muaji Sheval, i ka domethënë 29 ditë edhe ai. Nuk llogaritet dita e Bajramit që është ndaluar me agjeru në ditë festës. Edhe domethënë gjatë atij muaji kur të mundemi me agjeru, ndoshta më e preferueshme është me agjeru njërin pas tjetrës që mos me ndërpres, sepse nëse i ndërpret pastaj është mundësia që mos me i vazhdu. Mirë po mundemi edhe cikcak, domethënë për shembull sot një ditë, pas 3-4 ditë një ditë tjetër dhe me i përmbush këto 6 ditë. Është i prangosur djalli në muajin e shenjtë të Ramazanit? Po, Muhamedi alayhis salam ka thënë që i ka përmend disa cilësi të Ramazanit, që thotë është i prangosur djalli, janë hap dyert e xhenetit, janë mbyll dyert e xhenemit, që këto në një farë formë edhe figurativisht na tregojnë domethënë që mundësia për punë të mira është shumë e madhe, edhe mundësia për punë të këqija domethënë është shumë e vogël, edhe si me thonë, i lumi ai që vrapon pas punëve të mira sepse dyert i ka të hapura, e i miri ai që shkon troket në ato dyert të këqija që janë mbyllura gjatë këtij muaji.